Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në infoftesë edhe për këtë të jenë këtu në televizionin Sot 7. Do të kemi sonte një infoftesë për librat. Sigurisht në qendër të këtij emisioni është libri Ëndra për jetën me autore Rozeta Rexhollari. Së pari ju ftoj të ndjekemi material dhe do të prezantojmë të ftuarit në vijim. Vëllimi me tregime dhe novela Ëndra për jetën i autores pogradecare Rozeta Duro Rexhollari u promovua në Pogradec. Në moton të mos harrojmë se diktatura mund të ta merrte jetën, por kurrë nuk mund t'ju merrte njerëzve ëndrat e tyre, eventi përkujtoi shkrimtaren kurajoze Rozeta Duro Rexhollari pas vdekjes së saj. Në një sallë të mbushur me miqe e dashamirës së prozës, por edhe familjarë të shkrimtares, të pranishmit ndan emocionin e shkrimësisë së saj letrare. Kujtojmë se autorja mbart në vetvete një histori përndjekjesh personale dhe familjare, e cila tashmë prekduar dhe sy lexuesish përmes 5 tregimeve dhe një novele të këtij botimi me titull Ëndra për jetën. Libri hapet me dedikimin që ja kushton babait saj, të pushkatuar në nëntor të vitit 1949 dhe gjithë të rinjve që ditët e papërsëritshme të rinisë së tyre i lanë qelive monstruoze të burgjeve komuniste. Ky botim është një cikël tregimesh dhe një novel ku nuk ka stisje apo imagjinatat sforcuara. Vepra në një me realitetin e një njeriu, jeta e cilit ka qenë luftë për ekzistencë. Ishte një emocion i dyfisht si organizatori eventit dhe si nipi i Rozetës, shkrimtares. Normalisht ishte një emocion i përkthyer edhe në krenari, për shkak se është kënaqësi që të kesh rënjët dhe të shohësh dhe shumë njerëz që vinë dhe flasin dhe tregojnë për jetën e një personi aq të afërt se cilin ti e ke dashur dhe e ke vlerësuar. Trashëgimia saj më e madhe është pikërisht shembulli që ajo dha. Pra, pavarësisht vuajtjeve të jashtëzakonshme të saj si personale dhe familjare, qoftë në familjen e saj nga babai apo dhe nëna, apo qoftë edhe me fëmijët e saj, me të shoqin që ju burgos, ajo nuk rreshti gjatë gjithë kohës së luftuari dhe së krijuari ëndra, të cilat një ditë, siç ishte edhe ëndra e shkrimit të librave, të cilat pavarësisht se në bas viteve 90 u bën realitet. Promovimi i librit u organizua nga të përndjekurit Pikal me kryetare Ariadna Veliu dhe mbështetjen e Institutit të Integrimit të të përndjekurve politik. Jemi duke folur pikërisht për promovimin e librit Ëndra për jetën të Rozeta Rexhollari, një autore nga Pogradeci e cila sigurisht ka qenë pjesë e të përndjekurve politik të regjimit Enver Hoxhës. Kam në këtë pjesë të dytë për të ndarë edhe ai mendimet me ne, nipin e zonjës Rexhollari, sigurisht edhe menaxherin e projekteve të përndjekurit Pikal, Goldvin Veliu. Goldi, faleminderit që je në vështirësi të infoftesës. Faleminderit juve për ftesën dhe faleminderit edhe që mbuloni aktivitetin. Padyshim në ditë të sotshme promovimi i vlerave është diçka që për cilën kemi nevojë të gjithë, kështu që ju falenderoj. Si u ndjet ju si nipi i zonjës Rexhollari në këtë promovim? Domethënë, drejt për drejt pyetja ime konsiston tek fakti si duken shkrimet të tilla, botime të tilla në sytë të rinjve kur dihet që sot interneti, rrjetet sociale, qoftë edhe kjo epokë e regjimit komunist duket shumë e largët. Po, në fakt unë do të tregoj një përjetim personal shumë të veçantë. Unë normalisht duke qenë nipi e kam përjetuar, si më thënë, zhvillimin e të gjitha tregimeve edhe në sferën që e shikoja gjyshen kur ajo lexonte dhe shkruante, por duke qenë në moshë të vogël shumë atëherë. Shumë nuk i kuptoja gjërat. Nuk i kuptoja dhe i merrja gjithmonë si disa tregime të cilat mund të ishin të ngjashme me pjesë tjera të artit, filmave apo le të themi letërsisë të asaj kohe, ndërkohë që kur u rrita dhe fatkeqësisht tani ajo nuk është më dhe shumë gjëra unë nuk mund t'i diskutoja me atë, prandaj edhe erdhi dhe si ide promovimi i librit, sepse të ftuarit që ishin atje, po dhe personat që kam takuar në një farë mënyrë e kanë ringjallur kujtimin e gjyshes dhe
jo vetëm në aspektin që ajo kisha lidhje familjare me atë, po dhe në aspektin e shembullit që ajo ka lënë tek unë, duke ardhur si nip i saj, por edhe nga ana e babait, gjyshi ka qenë në burg dhe babai im ka pasur një fat të ngjashëm, shritur patjatin për vite të tëra. Gjithmonë edhe gjyshi nga babi ka qenë i dënuar, ishi përndjekur nga regjimi komunist, po. Kështu që isha dhe nga mamaja dhe nga babai, ishim në një familje në të cilën ishte pamundur që ti mos kishe një uri, por për kohën nuk i kuptonim. Dhe sot dhe tani me librin dhe shikoj një pjesë të kujtimeve të saj të shprehura në mënyrë artistike, të cilat tregojnë një panoramë të qartë të asaj çka ka qenë regjimi komunist dhe regjimet totalitare në përgjithësi, sepse në fundit ajo çka kaloi është një gjë e cila ndoshta nuk kthehet më. Por duhet të bëjmë kujdes, Brehti na ka lënë një mesazh nga Arturo Ui, barku nga i Moster lindi ende nuk është shterpëzuar. Patjetër. Njerëzit duhet të jenë suedesh kundër regjimeve totalitare. Dhe si i ri dhe si një person i cili ka studiuar shkenca politike, shikoj gjithmonë përkthimin e kujtimeve apo shkrimeve, qoftë të gjyshes time apo qoftë edhe personazheve të tjerë që janë të përndjekur të asaj kohe, i shikoj të përkthyera në mesazhe që na vlen në ditët e sotshme. Pasi tregojnë që një pushtet gjithmonë do të tentojë të korruptojë, do të tentojë të dhunojë, do tentojë që nëpërmjet dhunës të imponojë heshtjen, dhe e kam parë tek shumë nga të përndjekurit politik, cilët mund të kishin sasi tregimesh dhe materialesh për të mbushur biblioteka të tëra me tregimet e tyre, por ishin të heshtur dhe për këtë shpeshherë më vinte keq. Vinte keq sepse është një rast i mirë që personazhet e tilla ta tregojnë të vërtetën e tyre, sepse ajo ndikon drejt për drejt. Neve fatkeqësisht në Shqipëri kemi shumë herë historitë e komunizmit tregohen nga ata që kanë qenë nga ata që kanë qenë komunistë, ose kanë ndruar në 90-ën, ose vazhdojnë akoma në petkun e një lloj riciklimi, por që mbeten po të njëjtët. Dhe kjo gjë pastaj përkthehet në manipulimin e zgjedhjeve, përkthehet në një kompani ku njerëzit nuk e kanë qef që të ndajnë përgjegjësi, dhe është një model i cili kopjohet. Pra nuk është se mbaroi në 90-ën dhe ne kemi pasur Enverin si figurë qendrore, por kishim shumë Enver të tjerë, cilët nën modelin e tij imitonin në atë kohë dhe imitojnë edhe në ditën e sotme nëpërmjet imponimit, nëpërmjet sundimit të pakicave, dhe janë gjëra që neve i prekim. Duhet janë suedesh që regjimet të tilla sigurisht jo të jenë jetë shkurtër, por mos të ekzistojnë. Patjetër, jemi të rrezikuar nga të gjitha anët, dhe kemi parë edhe në Europë është rritur shumë regjimet autokratike. Regjimet autokratike një, po dhe partitë ekstremeve, qoftë majta, qoftë të djathta, këto vitet e fundit ka marrë një hovë, kështu që rreziku është gjithmonë te dera, dhe nuk po flasim për gjëra që kanë ndodhur para 500 apo 1000 vjetësh. Unë po flas në vetë parë për babain, për gjyshin, për stërgjyshin, domethënë janë një... Por ngjarjet i kemi tek dera, ngjarjet zhvillimet janë njerëz që neve i kemi përjetuar dhe i kemi dhe sot të gjallë një pjesë prej tyre, që i kemi një minierë nga të cilët neve që jemi më të rinj dhe do kemi sot dhe do kemi dhe nesër mundësinë që të qeverisin qoftë në instanca shtetërore, qoftë apo edhe në ato private, të marrim mësim. Mbetemi pak tek libri, Goldi. Sa impakt ka për brezin e ri? Mos ta shohim me idenë e një fëmije që është pjesë e njerëzve të atij sistemi që është përndjekur, sekundër janë të nderuarit ish të përndjekurit politik të këtij vendi. Dua të di me sytë e tu tek të rinjt, si vjen ky libër? Pra, i zhveshur nga kjo e kaluara që rëndon tek të afërmit tuaj. Siç e thash, edhe ata vetë nuk është se kanë proklamuar ndonjëherë pjesën e vuajtjeve. Në fakt, të përndjekurit politik ju ka ngelur, le të themi fatkeqësisht, kjo nofë që themi, por ata në origjinën e tyre ata kanë qenë mjek. Po njerëzit më të shkolluar, intelektualët
intelektualët që ai sistem sigurisht nuk i kurseu. Për shembull, Stërgjyshi ka qenë i studiuar në Francë për drejtësi, Gjyshi ka qenë i studiuar në Milano për ekonomi. Pra kanë qenë njerëz intelektual. Dhe kur ata merrnin kurajon dhe shkruanin një libër, ai libër nuk ishte thjesht për të treguar, le të themi, një përjetim personal i cili gjithsesi mund të ngelesh edhe personal sepse historitë njerëzore janë të ndryshme. Por vlera më e madhe e tyre është, sidomos edhe në këtë libër, është pjesa që është sa artistik, aq edhe real, aq edhe ka dhe mesazhe të forta. Pra, një njeri që do ta lexonte këtë libër do kishte, le të themi, një pasurim shpirtëror dhe kulturor në fund të librit, nga i cili do të merrte edhe mësimet të cilat do t'i vlenin dhe do ta gjente, le të themi, përkthimin e tyre edhe në ngjarje reale. Dhe për këtë unë do t'i ftoja të gjithë të rinjt që t'i riafroheshin librave dhe kësaj letërsie, sepse nuk mjafton ai pak informacion që neve kemi marrë në shkolla rreth regjimit komunist. Ai pa diskutim jep një pamje të përgjithshme, ndërsa libri, detajet i sjell letërsia, libri dhe detajet dokumentar që duhet botohet ose vazhdon botohet. Padyshim japin një lloj perspektive tjetër e cila na vlen si në aspektin personal ashtu dhe në atë kulturor. Unë kam pasur fatin që duke qenë i angazhuar me çështjen e të përndjekurve, kam parë nga afër edhe burgjet më famkeqe të komunizmit, edhe atë të Qafbarit, edhe atë të Spaqit. E të rinjve ato burgje se kanë qenë vërtet të tmeshme. Ndoshta një nga diktaturat më të egra në botë që ka përjetuar Shqipëria ka qenë diktatura komuniste. Si duken ato burgje sot? Ato burgje unë nuk mund të flas në skandaloze në emër të rinjve sepse është një gjë, por mund të flas në atë që kam parë unë, domethënë gjëja e parë dhe sidomos që nga rruga ku shkoje, për aty ishte midis malesh, një rrugë e keqe. Gjendeshin vendet më të egra të natyrës ku edhe dielli vetëm një herë lëvizte. Filloja të mendoja që realisht mund të kenë jetuar njerëz këtu, domethënë filloja vjesha në dyshim me veten që si ka mundësi që njerëzit mund të arrijnë deri në këtë pikë denigrim. Dhe pastaj kuptoja me kalimin e kohës dhe me shikimin që i bëja të gjitha atyre skenave, kuptoja në fakt se kush ishte qëllimi i regjimit. Pra ishte pikërisht pjesa e terrorizimit, sepse duke e quar një person në atë lloj skëtere, jepte edhe mesazhin për pjesën tjetër, sepse ne e dimë që ato nuk është se dënimi ishte personal asnjëherë, dënoheshe personi, dënoheshe familja deri tek rrethi i ngushtë. Deri tek rrethi i ngushtë që nga përndjekja, privimet apo dhe burgosjet, ekzekutimet, të gjitha kujdesesh e regjimi që të kishin atë jehonën e dur, në mënyrë që pjesa tjetër të zgjidhnin heshtjen si alternativë ndaj kundërshtimit. Se dhe muret kishin vesh. Patjetër, ishte një lloj mënyre rekrutimi që ato bënin dhe fatkeqësisht atyre ju rezultoi e suksesshme për 45 vite me radhë. Dhe kjo është edhe një tjetër mesazh për ata që kanë një gjë në dorë sot, po edhe për të rinjt apo për njerëzit që do kenë nesër pas nesër, të jenë të kujdesshëm sepse gabimet në një shoqëri kushtojnë shumë. Dhe njëherë si të kalojnë disa gabime radhazi, ne e pam vetë edhe në 97-ën, koha që kalon pasaj e bën shumë të vështirë rikthimin në ato hapat e dur që duhet të kemi. Ndaj duhet të mbetemi gjithmonë aktiv edhe kurajoz. Patjetër. Kjo është edhe shembulli sepse që sjellim me portrete të tilla se kundër gjyshja juaj. Shkrimtaren kurajoze, pra me një histori përndjekje personale dhe familjare, sekundërisht zonja Rozeta Rexhollari. Do thoja që rasti i Rozetës gjyshes është rasti i dytë që unë po merrem me përkujtimin dhe promovimin. Pasi ka qenë edhe zoti Uran Kostreci, që është zhvilluar në Tiranë,
po i Më ka organizuar. ngelur peng në fakt që nuk kam mundur dot, edhe pse shikoja në kafen e turizmit me mamin tuaj ndonjëherë duke bërë biseda, që nuk munda dot të marr një intervistë të gjatë me zotin Kostreci, të cilin unë e çmoj për pjesën e tij të letërsisë me epopenë e Karkalecave si kundër përgjigje dhe vazhdimsi për epopenë e Ballit Kombëtar. Patjetër, domethënë janë personazhe të cilët themi realisht, ne që i kemi njohur nga afër, kemi pasur kënaqësinë dhe privilegjin të jemi pranë tyre dhe të ndajmë disa momente. Unë duke u marrë pastaj me aktivitetin, e thellova më tej edhe studimin për të dhe ishte mbreslënse. Ne vetë shpesh herë duke përmendur vuajtje duket sikur dikush që e shikon nga jashtë, duket sikur gati sikur bëhet kjo pjesa që të vi keq. Po kush i ka njohur realisht, ata persona, ata kur nuk të ngjallnin keqardhje. Sigurisht, nuk është se ne po mëshirojmë fatin e tyre. Ne ju bjem fort kambanave që ajo kohë mos përsëritet, që ato fate njerëzore të kuptohen sot pa dritije, të kuptohen për të vërtetën e tyre të madhe, për intelektin e tyre që të mbartne. Pikërisht, pjesa intelektuale e të përndjekurve politik është ajo që i bënte ata të kishin një lloj buzëqeshje në fytyrë, një lloj stoicizmi që kur ti i shikoje, njihje dhe flisje me ta, nuk koha domethënë bëhesh e parëndësishme dhe ti mund të vazhdoje dhe të hyje në mësoje shumë nga bota e tyre. Ishin si një libër që jetën dhe është kënaqësi domethënë që ato një pjesë të kujtimeve të tyre i kanë përjetësuar nëpërmjet librave që neve edhe patëm dhe mundësinë dhe në rastin konkret që ëndra për jetën ta promovojnë. Mirë, nderuar shikues, ne do të kalojmë sërish në publicitet dhe do të jemi në pjesën e tretë sërish me Goldvin Vegliu. Jemi rikthyer sërish në pjesën e tretë të Infoftes, këtu në sot 7 zonja dhe zotërim, me mua avion të jetë i ftuar në studio Goldvin Vegliu, menaxher projektesh në të përndjekurit Pikal. Goldi, ftesa e aktivitetit të nënës suaj pra promovimit të librit ka edhe një shprehje: të mos harrojmë se diktatura mund të merrte edhe jetën, por nuk mundi kurrë t'ju merrte njerëzve ëndrat. Në rastin konkret, kjo shprehje është fiks për promovimin e këtij librit, sepse promovimi i këtij libri në fakt ishte ëndra e gjyshes time. Dhe imagjinoni, po sigurisht edhe ëndrat e jetës së Rrezullarit ne kemi dhe Okelion. Siç e tham edhe pak më përpara, u mundua komunizmi që ti heshte dhe ti vriste ëndrat e tyre dhe nuk ja doli, ato shpresuan, luftuan, e ruajtën dinjitetin, e përcollën komunizmin ashtu siç ishte. Pra nga Afrika nuk është se ndikoi që tek neve të retushonin, të harronin apo zbukuronin, por sollën të vërtetën pikërisht ëndra e nënës time për të gjetur një ditë shkrimet e saj Dritën e botimit u bë realitet, si me librin e parë, Copza shpirti, ashtu dhe me këtë përmbledhje të tregimeve. E mbani mend ju promovimin e parë, keni qenë apo keni qenë shumë i vogël? Jo, kam qenë shumë i vogël edhe nuk kam mundur. Rrezullari në fakt e ka përjetuar vetë në gjalljen e saj promovimin e librit të parë. Thjesht një pyetje. Po, jo, nuk kam pasur mundësinë atëherë dhe në një farë mënyrë është kënaqësi sot edhe se ajo nuk është fizikisht, po të paktën nëpërmjet librit, kujtimeve dhe të ftuarve. Është mes nesh. Ajo u kthye mes nesh. Ndalemi pak tek të përndjekurit Pikal. Ju keni promovuar të rinj, keni bërë aktivitete, projekte. Patjetër, neve me keqardhje pam që kishte një vakum shumë të thellë për sa i përket pjesës së përfshirjes së të rinjve në tematika dhe në atë që quhet kujtesa historike një kombi, dhe për këtë arsye u mundua me ato mundësitë tona modeste që të krijonim disa projekte dhe të bënim disa trajnime ku të ishin pikërisht të rinjt dhe patëm një lloj feedbacku të jashtëzakonshëm. Kishte shumë të rinj
të shkolluar, të edukuar, cilët kishin një potencial të jashtëzakonshëm që vinin nga komuniteti i ishte për ndjekurve, domethënë jo personalisht ata sepse kjo është e pamundur për pjesën e moshës, por që të afërmit ndoshta kishin dikush babain, dikush xhaxhain, dikush gjyshin, të gjithë persona të cilët i kishin përjetuar dhe ishin dëshmitar të gjallë të atyre që familjarët e tyre kishin vuajtur, sepse normalisht edhe kur flasim për një tërmet, edhe ai që nuk ka qenë brenda shtëpisë në tërmet, po i është prisur shtëpia apo i është dëmtuar dikush, edhe ai quhet viktime tërmetit. Dhe tërmeti komunist bëri pikërisht të gjë. Pra valët e atij tërmeti nuk i ndjevën vetëm ata që u burgosën drejt për drejt ose ai që u ekzekutua. Pasojat e tyre vazhduan t'i vuajnë familja, nipi, stërnipi e kështu me radhë, sepse u privuan ata vetë nga një jetë normale dhe komunizmi të godiste në të gjitha aspektet. Pra, përveç atij që burgoste, le të themi bashkëshorten nuk i jepte një punë dinjitoze, fëmijëve nuk ju jepte arsimin dhe e gjitha kjo e përkthyer pastaj në ditët kur ndryshoi sistemi, ishte një mangësi shumë e madhe për atë që do përballeshe me sistemin e kapitalizmit dhe të tregut punës, sepse nëse ti nuk e pasur mundësinë të marrësh kualifikimin e duhur dhe trajnimet e duhura, do ishe sërish një shkallë më poshtë se sa ai që kishte përfituar privilegjet e sistemit dhe kishte marrë shkollimin dhe edukimin e duhur. Kështu që këto trajnime ishin pikërisht për t'i thënë e para një për t'i evidentuar ta të rinj që vinin nga këto familje dhe për t'i thënë atyre që ne jemi këtu dhe neve nuk kemi pse t'jemi vetëm spektator të arenës politike dhe të vendimarrjes, por neve kemi për detyrë sot që është mundësia t'jemi aktor të çdo lloj ndryshimi apo çdo lloj vendimarrje, qoftë edhe vendimarrje që lidhen me shoqërinë apo qoftë edhe vendimarrje që lidhen drejt për drejt me problematikat e shtresës të përndjekurve politik, sepse ngelen prindrit apo gjyshrit tan, ata që janë ende në jetë, ngelen dyreve të institucioneve duke riaplikuar vit për vit për dëmshpërblimet, një gamë gjerë burokracish për një të drejtë e cila ju mohuan në atë sistem dhe sigurisht duhet të shkoj haka tek ju dha fatkeqësi si lëmosh në këtë sistem. E dhimbshme është në fakt, por shpresojmë që gjërat do të kenë atë rregullatorin e duhur edhe unë kam besimin e plot që ndryshimi në radh parë duhet vi nga vetë ne. Duke qenë se jam angazhuar te ky komunitet, kam parë edhe problematika që më përpara nuk i dija ose nuk është se kisha hasur, të tipit që janë shumë të përçarë me njëri tjetrin, ka një mungesë të theksuar organizimi, sepse nëse do ishin një zë, do ishin së bashku për këtë lloj kauze. Për këtë lloj kauze dhe për kauza që i prekin të gjithë, se pa diskutim një ndër të mirat e demokracisë është që secili mund të ketë qëndrimet dhe idetë e veta, por për kauzat përbashkëta dhe për qëndrimet përbashkëta është gjithmonë shumë mirë që njerëzit ta thonë të tyren dhe mos presin, si më thënë, nga shteti ose nga momenti ose nga ndërkombëtarët që të bëjnë ata atë që neve mund ta bëjmë vetë. Ju vetë angazhim politik keni apo keni ndërmend në të ardhmen? Ja u bëj këtë pyetje duke parë zgjedhjet e fundit, u angazhuan shumë figura të reja në këtë aspekt, ju bëj edhe juve një lloj unë mund të shpreh kënaqësinë time personale që disa nga personat që morën pjesë në trajnimet që neve bën, që vinin nga familjet përndjekura politik, ishin pjesë e listave zgjedhore këtë vit. Dhe një pjesë e tyre ka qenë edhe të angazhuar në aktivitetet e shoqërisë civile, qoftë në protesta, qoftë në nisma. Kështu që edhe unë gjithashtu nuk besoj do t'i thoni jo një angazhimi të tillë. Më shumti unë si më thënë, po pres momentin dhe ky në fakt është një angazhim, le të themi, sa social, aq edhe politik,
jo drejt për drejt me le të themi angazhim me parti politike, por është një angazhim i cili i ndihmon të djathtës, domethënë të konservatorëve, sepse natyrshëm të përndjekurit politik flen në folen e të djathtës. Dhe nëse do vi dita që të angazhohem drejt për drejt, do doja që të gjithë këtë eksperiencë që kam marrë me... Sigurisht, ta vini si kontribut në shfrytëzim të kësaj kauze. Ma vjen mirë, edhe sigurisht do t'ju uroja shumë sukses në vendimarrjet tuaja të rrugës, çfarëdo që të jenë ato. Faleminderit. Në këtë rrugë tim, pra këtë kisha parasysh me fjalën rrugë. Mbetemi pak tek idetë, projektet që keni me të përndjekurit pikal. Po, projektet që ne kemi bërë më parë kanë gjetur mbështetje. Përveç atyre, flas për këtë tani. Patjetër, po them, kanë gjetur mbështetje nga Institutit Përndjekurve Politik, nga Konrad Adenaueri dhe nga biznese dhe institucione qoftë vendase, qoftë huaja, dhe kjo na ka dhënë shpresë dhe motivim që ne të vazhdojmë punën në këtë drejtim, dhe prandaj një ndër projektet e radhës do të jetë edhe duke qenë se neve sot kemi ditët e kujtesës, që kanë brenda kujtesë nga persona që e kanë provuar drejt për drejt në lëkurën e tyre dhunën edhe vuajtjet e komunizmit. Unë dëshiroj që të bëj një ditët e kujtesës, edicioni rinor, në të cilat do të jenë të rinjt që do të tregojnë përjetimet e tyre personale, sikur se jam edhe vetë, dhe unë mbaj mend qoftë nga gjyshi, nga gjyshja ose nga mamaja, nga babaj, kam kujtimet që lidhen me përjetimet e tyre dhe atë energjinë dhe forcën që ato kishin për t'ju kundërvënë, ma kanë përcjellë edhe mua, dhe unë dua që të bëhemi bashkë një grup të rinj dhe t'i tregojmë këto përjetime dhe të kemi në panel edhe persona që i kanë përjetuar vetë edhe për të instaluar pikërisht një konkrete, kuptoj. Përballë një lloj ballafaqimi brezësh. Po, për të bërë atë lidhjen, siç e thash, ka një vakum, një le të themi ndarje midis brezave për shkak edhe të teknologjisë dhe mënyrës të jetesës, por e kemi shumë të rëndësishme që të ndajmë eksperiencat me njëri tjetrin. Fatkeqësisht është edhe pjesa e heshtjes që shpesh herë ato kanë në raport me ne, sepse unë kam përjetimet e mia personale shumë nga po shikoja një emision ku fliteshe për gjyqin që i është bërë gjyshit tim, dhe shumë gjëra i mësoja aty, ndërkohë që unë e kam pasur gjyshin gjallë, edhe ata kishin atë keqardhjen për të nëngarkuar ne, duke menduar që këta janë të rinj, ka një të ardhmë. Jo vetëm ngarkimi, po edhe ajo ideja që për t'ju lënë më të lirë pa pengjet e së shkuarës. Pikërisht, për të mos na veshur me atë përjetimin e keq. Por kjo nuk është urrejtje. Të dish të shkuarën, të dish të kaluarën nuk është urrejtje. Dhe ato kanë pasur një ndjenjë të jashtëzakonshme keqardhje dhe gjithashtu kanë qenë shumë falës. Është një gjë për cilën edhe këtë do doja që ta përfshija në një projekt. Në fakt ish regjimit e kanë bërë, por ish regjimi se ka bërë këtë falje. Po pikërisht kjo është ajo që duam ne të evidentojmë, dallimin midis dy botëve. Të shpresojmë të bëhet me mira. Unë Gol të falenderoj që të pata një ftesë, tash edhe njëherë, ju uroj shumë suksese në gjitha rrugtimet e tua, vendimarrjet e tua që do të kesh gjithmonë në mbrojtje të kësaj shtrese të ish të përndjekurve politik, dhe sigurisht për t'i thënë të vërtetat, se nuk ka të ardhme pa të shkuar. Të vërtetat duhet të thuan një herë mirë ashtu si janë. Shumë faleminderit juve për ftesën dhe për mbulimin e aktivitetit dhe për inkurajimin që na bëni që të vazhdojmë në këtë rrugë dhe do jetë kënaqësi gjithmonë me partnerë. Faleminderit për prezencën tuaj në Infoftes. Nderuar miq, kemi qenë në Infoftes këtu në televizionin Sot 7. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 për gjithë ata që nuk e kanë parë, dhe takimi radhës të njëjtën tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natën e mirë.